Civil Media. Тоа што ние се обидуваме како организација да го правиме од година в година е да собереме што е можно повеќе луѓе кои критички размислуваат за тоа што се случува во земјата. Се обидуваме да му дадеме тон на она што го правиме како дел од граѓанското општество, а се разбира и да придонесеме кон решенијата на тековните проблеми. Мене денеска ми е посебна чест да ви сообштам дека во првата сесија која се однесува на поздравни воветни говори, кои секако не се ни оддалеку само поздравни, туку ќе има и многу суштина во нив, ако знаеме кои се говорничката и говорникот, па веднаш би сакал да ги најавам нив. Прво ќе говори неговата екселенција амбасадорот на Сојузна Република Германија, господин Томас Герберих, а потоа ќе зборува и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, господја Мила Царовска, а веднаш потоа ќе преидеме и на другите говорници. Во духот на штедењето на хартијата, јас ќе ги прочитам нивните имиња од мониторот, од овој дисплеј. Ќе говорат професорка Мирјана Најчевска, Джевдет Хајредини, Бранко Геровски, Александар Кажаловски, Мерсиха Смаиловиќ, Кочо Антоновски и Фатон Алити. Во име на Цивил ќе се појават неколку говорнички и еден говорник, и двајца говорници се извинувам, кои подоцна ќе ги најавам, се разбира, после кафе паузата. Значи, ќе имаме и кафе пауза. Да не должам повеќе со овој вовед, би сакал да го поканам амбасадорот на Сојузна Република Германија, неговата екселенција Томас Герберих. Да и се уште кој нју сак пред организување таким татилчија, но сон прв вендимара сите експертот да репрезентува сите интересуват на публикот, че таке не бисед пар чендијан моментале политика на Републикан Емачани superiore, што пошто ние гарансишме првенден тоа позначиш бас анцимента процесите имплементими да ратификиме да на аксесијат на НАТО си протокол на Ковендин Грек јавне калуар да анонсен диешме на газетна зирдаре per NATO dhe bashkimit evropian tani ajo rrugë është e hapur. Dua ta citoj ministrin për çështje evropiane Michael Roth, i cili shkroi në gazetën Die Welt të Gjermanisë, thotë politikanët e ndershëm dhe të guximshëm në dy anët krijojnë histori me fjalët e tyre të dhëna personale. Debatat në Shkup dhe Atin ishin kontroverse dhe të mbushur me nacionalizëm dhe frika. Për të zgjedhur këtë çështje, kryeministrat Aleksis Tsipras dhe Zoran Zaev rrezikojnë shumë në fushën politike mirë, po edhe fituan shumë për vendet e tyre, po edhe për rajonin. Me tani ne, dhe me atë ne mendoj qeveria maqedonase, shoqëria maqedonase dhe Bashkimi Evropian së bashku me Gjermaninë duhet koncentruar plotësisht në proceset e reformave të cilat do të drejtojnë deri në antarësim të plot në NATO dhe në Bashkimin Evropian në bazë të një shoqërie të re maqedonase, e cila mundson mundësi për një jetë më të mirë për të gjithë zonat e zotëri, rruga para jush dhe para ne nuk do të jetë lehtë, ndonjëherë do të jetë e dhimbshme, nuk do të ketë automatizëm. Në këtë koha po vazhdon, Këshilli Evropian do të vendosë në qershor të vitit 2019 për zgjerimin e negociate për aksesion në Bashkimin Evropian të cilat do të fillojnë varësisht prej progresit të reformave. Për një gjë është e qartë, përveç sfidave të cilat janë të supresuara me marrëveshjen, keni filluar reforma impresive në vitin e kaluar dhe kjo mbulon dhe reformat juridike, ato administrative dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Per
perspektiva e Bashkimit Evropian është shumë interesante për gjeneratat e reja të cilat e inspirojnë Europën për këtë çështje. Avancimet konkrete në procesin e aksesimit janë të domosdoshme dhe është një interes strategjik për Bashkimin Evropian. Nëse Bashkimi Evropian nuk do të ketë sukses në Ballkanin, që si një rajon i cili historikisht, gjeografikisht dhe kulturalisht është i afërt me neve, atëherë do të jetë si një rol e rëndësishme brenda Bashkimit Evropian. Roli i Evropian ose modelit Evropian, pajtimet mes Maqedonisë dhe Greqisë janë një motiv i vërtet për Europën. Unifikimi vjen se të ketë separim ose ndarje, dialog vjen se dhe kompromis vjen se nacionalizmit dhe egoizmit. Këto janë gjërat të cilat partnerët e Bashkimit Evropian duhen t'i marrin si shembuj. Me të vërtetë shpresoj se do të keni sukses dhe deri në fund të vitit 2019 negociatat në fakt do të fillojnë. Dhe jam i sigurt se shoqëria juaj dhe qeveria juaj do të mundsojë të vazhdojë me reformat në një mënyrë të fokusuar ndaj shtypjes politike edhe brenda si dhe jashtë. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe ju dëshiroj shumë sukses në bisedat e sotme. Faleminderit Xhabir në paraqitjen e bukur, mirëditë të gjithëve. Jam i kënaqur se në këtë ngjarje ndjem si në shtëpi shumë organizata qeveritare janë prezente dhe bashkëluftëtar me të cilët luftojnë së bashku. Më shumë ti më pëlqen titulli që flet për perspektiva, për vizion, për shpresa. Vizion, besoj se na duhet ndeko për të ndërtuar, kurse shpresa nuk duhet, po edhe atë ta hupim për shkak se kjo është ajo e cila mund të na nxjerrë ndër situata, për shkak se shoh se në thelb kjo është gjë e fundit e cila i mban qytetarët ende në drejtim të asaj se gjërat do të jenë më të mira dhe se në fund Maqedonia Veriore tani pasi e zgjidhi problemin e madh dhe se do të prezantojë visionin, do të prezantojë se ku po drejtohemi si dhe mbetet shpresa se do të kemi një shtet ku qytetarët duan të rrisin mbi të vet. Ne si ministri në vitin 2018 treguam se nëse duhet mund të fitojnë më shumë të holla apo edhe të bëjnë hapa më të buzëqeshme që qytetarët të ndjejnë se thjesht diçka po lëviz në drejtim pozitiv, se probleme në mbrojtjen sociale dhe në fushën e varfërisë në Maqedoni do të ketë edhe më tutje, për shkak se edhe shtetet më të pasura janë ballafaqur me sfidat e njëjta sociale, mirëposhtë me rëndësi që të mos kemi shkelje të drejtave të njerëzit në institucionet e shtetit. Këtë e treguam si një proces të madh, reformë të madhe, e cila besoj se deri në vitin 2021 do të mbarohet në Republikën e Maqedonisë Veriore ose vazhdoj me këtë intensitet. Mbetet reforma me të cilën së bashku me aktorë të tjerë punuan në uljen e varfërisë të fëmijëve, të transferit shoqërore, po edhe zhvillimi i mbrojtjes në nivel lokal, për shkak se kjo nuk është vetëm dhënie të hollave qytetarëve, por mbështetje për të gjithë që të ndjeshëm dhe që kanë nevojë për mbështetje. Kjo reformë kanë pritet në kuvend, besoj se të gjithë deputetët me një konsenzus kombëtar do të thonë po, Maqedonisë duhet një mbrojtje sociale e cila është moderne dhe se do të votohet dhe në fund të shkurtit. Besoj se ky është muaji kur duhet kjo të kryhet, për shkak se në prill besoj se qytetarët do të kenë mundësi të kenë transferet të para dhe komunat të vendosin në shërbimet e tyre sociale. Perspektiva për vitin 2019 që kemi për ligjin të mos diskriminimit do të futet në praktik. Kemi një komision funksional i cili do të dijë saktësisht në bazë të cilë protokolleve dhe parimeve do të funksionojë, pasi që kemi edhe buxhet për në funksionim të njëjtës dhe se do të zgjedhim kuadër cilësor të cilë do të punojnë në këtë çështje, por edhe
të arshënjëzojmë të masim varfërinë të fëmijët dhe në fund të vitit të them se kemi në minimum për shkak se financët ju dojnë familje të cilat vinë prej fushës së riskut social deri më vitin 2001, për vitin 2020 do të flasim në fund të këtij viti, mirë po besoj se bazat janë në futur dhe unë si ministresh së bashku me administratër treguam se hap pas hapi mund të arrijmë deri diku. Faleminderit edhe një herë. Ju falenderoj në emër të civilit. Kishte shumë pritje të mëdha me të vërtetë se pas 11 viteve të hapa rast dhe një udhëheqje me elemente të shumta të fashizmit për skaj tingullit, fashizmit dhe largimit të njerëzve që thjesht të përdorin si term, në gjitha ato vite pritëm se të ketë ndryshime revolucionare, shënjëzuese, sistemike, gjithë përfshirëse, shumë palë, jo vetëm prejke të sipërfaqes të problemit, në po tregua se rrënjët e problemit janë më të thella se që menduam dhe se në fakt nuk bëhet fjalë për një mendim partijak, për të si ashtu të ishim të theksojmë, ose për partizim të shtetit. Në fakt, si pas mendimit tim, në Maqedoni edhe nuk ekzistojnë parti politike, por ka klane etno vendore të cilë quhen parti politike ata në shambis partisë politike po e fshin luftën e tyre për fitim të territorit dhe në fakt kur një parti politike fiton ose ai klani etnik në fakt ai nuk e fiton qeverisjen në vend por territorin e vetë shtetit dhe sillet si okupator të një territorit të kundërshtarit, të vendit kundërshtar, një okupator i cili duhet nga ai territori diçka të mundet më shumë për atë periudhë të shkurtër që e ka në dispozit që më tutje të jetë izolluar nga një okupues tjetër i cili do të vijë me dëshira dhe qëllime të njëjta që të tregojnë se e kanë fituar atë territorin e armirkut, së pari do e ngjyrosin me ngjyrat e veta. E dini, keni luajtur Pokemon, pra do të vinë në një vend, do e ngjyrosin verdh, kaltërt, gjelbërt, dhe pastaj do e ndajnë në sferën të ndikimit së bashku me alatët për shkak se ata kanë alat në fidimin e territorit armiqësor. Sipas mendimit tim, kjo korespondon me nivelin e zhvillimit të vetëdijes të përgjithshme, e cila është ndalur në ato marrëdhënie etno-klanit. Në fakt, kur të fitohet territori i armikut, çdo kom nga ekipe i merr me veti shokët dhe pastaj krijohet një klan i shtipit ose i Stromicës ose i manastirit ose i Kumanovës si klan dhe për një herë shihni benefita për përveçuesit e një komunitetit etnik ose të tjetrës. Ata së bashku me komunitetet tjera mund të pajtohen do njëherë do të kene edhe pikët e paqes, të gjashme, mirë po, problem më të madhe kanë ata të pavendosur. Nuk e din se çfarë të bëjnë me atë. Dhe kur vinë në qeveri, provojnë që t'i ngjyrosin me ngjyrat e tyre, po edhe ato të cilët nuk do të kanë sukses ose nuk do të mund t'i ngjyrosin, do t'i theksojnë si përpasues të klanit të kundërt ose në thjesht i njërojnë si të mos ekzistojnë. Në këtë shorë del dikush nga jashtë me rekomandime dhe kërkesa për prioritete urgjente reformative ose trupa të pavarur mbikëqyrës dhe kontrollues, pra persona me mundësi profesioniste, me përvojë profesionale, sipas fushës, pastaj do të ketë avancim komparativ gjatë emërtimit e asnjëherë nuk i theksojnë ato kombet. E pastaj thot depolitizimi i administratës publike, transparencë, merit, dhe pastaj të jepen ura që të zbulojnë nevojat. E pra, t'ju them, këto janë shatra të Spanjës, posaçërisht për ta kryer mëdhenjtë
fiseve tona, pra vjen fisi i ri në qeveri dhe e eviton armikun në një mënyrë transparente, asgjë nuk bëhet e fshehur, gjithçka është e hapur dhe e zëshme, e thuhet deri dje ishin ata e tani ne jemi në qeveri dhe tani fisi ynë do t'i keti privilegjet të cilë t'i kishte ai fisi më parshëm dhe gjithçka do të jetë sipas ligjit, për shkak se ne jemi ligji. E tani ju më pyetni për perspektivat dhe pritni që të them diçka të mençur. S'ka perspektivë. Përderisa nuk dalim nga niveli i zhvillimit i cili është adekuat me një vendosje etnofisnore, nuk ka lëvizje. Ky këshill fisnik i krijuar nga VMRO dhe Duj nuk plotson nuk plotson kushtet për krijime të ndryshime dhe në fund e kam patjetër të them se një rol të madh këtu kanë edhe të huajt dhe duhet po ashtu ta marrin pjesën e vetë të përgjegjësisë. Pra në asnjë moment me të vërtetë nuk u ndalëm pas modelit qytetar. Për tërkohën më pak apo më shumë koketojnë me pjesën etnike, po edhe atë fisnore. Aq nga në ime dhe po të kishte këtu ndonjë kryeses nga këto fiset, me siguri do të kishim më shumë kamera edhe njerëz. Faleminderit, vetëm desha ta them atë. Pasi ti edhe në vetë hapin insistoje që të flasim për atë që duhet dhe që të ndodhë në rrjedhën e këtij viti, të vitit 2019, po edhe të vitit 2020, mendoj se Maqedonia ose pjesa e qeverisë do të hequr nga Zahrebi, qëllimet të cilat i ka vendosur, për shembull, tekstimin se viti i radhës 2019 do të jetë ekonomik, provova disa herë të drejtohem asaj parole kritike se nuk mundet një vit të deklarojë si ekonomike, posa që është ekonomike, për shkak se marrja me ekonomi nuk mund të jetë çështje e vetëm një viti, çdo vit duhet të jetë ekonomik. Kurse qëllimet tjera specifike ndonjëherë qeveria ose shteti ka për nevojë që të insistojë të zbatohen brenda një vitit dhe pastaj të vazhdohet me punë, por unë do të flas për një aspekt të probleme të rrezikut të mundshëm bombës të mundshme ose pengesave potencialit të qoftë reformave në gjatë vitit në rrjedhit të cilët qytetarët e Maqedonisë po edhe bashkimit evropian po janë po i pret. Nuk do të flas tepër sepse antarësimi i Maqedonisë në NATO s'ka nevojë tepër të flas për atë, por dua të kthehem pak tek marrëveshja e Pergjinës si u zbatua dhe jo rastisht po insistojnë atë për shkak se një pjesë e këtyre pjesëmarrësve në negociatat me Pergjinë edhe tani është në qeveri. Mëse nëndisht të merrem vesh se si të shtytën pak më tej zgjedhjet parlamentare, duhet të formohet prokuroria speciale dhe të ndalohet shpallje e mëtejshme të bombave famose, mos të haroj. Pra, më do, pa edhe ministrit të cilën e tha ambasadori amerikan Roth, deklaroi se bomba duhet të vazhdojnë të jenë të shpallura dhe kjo është rekomandimi i Komisionit Venedikut dhe është po është rekomandim nga Privem. Por kjo hasin një rezistencë dhe atë jo rasisht. Si po e flas këta? Në këtë moment reformat e pritura për vitin të jenë të zbatuara për vitin 2019 nuk do të mund të
Fatkeqësisht nuk mund të kalohet rezidenca e partnerit të aleancës nga ana e BDI-s që të vazhdojë puna e prokurisë speciale. Mos e kuptoni ju lutem si një çështje të vogël, për shkak se për reforma të tilla ju dojen së paku 80 deputet në kuvend, nuk do të mund as pak të pritet pajtimi për shpalljen e bombave nga asnjë anë, për shkak se kërcënohet mundësia që të ketë dalje të bombave nga gjitha anët. Mund të jetë që të pajtohet të zeve për diçka të tillë, edhe pse për bombat për herë të parë, pra tani po them, për bombat e funksionarëve të BDI-s ata i kanë vetë. Nuk e di se si i kanë marrë, por atyre kanë dhënë ato incizime dhe ata nuk mund të lejojnë diçka të tillë, për shkak se nëse njëra del jashtë atëherë do të merret në çështje funksionimi i koalicionit. Nuk do të lejohet të votohen nga ana e duhet për ndryshim të ligjit zgjedhor. Në një rast, lideri i kësaj partie në zgjedhjet e fundit kur ishte i pyetur në një tribun në Zhelinën të Tetovës, zotëri, pse për herë të tretë ju po e rekomandoni personin e njëjtë të jetë në listën e deputetëve? Ai u drejtoi, tha, çfarë ti them, po, çfarë ti bëj atje? Ai nuk din të punojë as si moler. Më thënë, ai nuk thot se populli e ka zgjedhur, po thot unë s'kam çet ti bëj, edhe ai duhet të ushqehet. Dhe nëse si ndihmoj, atëherë nuk do të mund ta ushqejë as familjen. Do të them se ai ligj gati zgjedhor i pëlqen dhe nuk don të ndryshojë qytetarët të votojnë për personazh të cilët do t'i përfaqësojnë interesat e tyre para kuvendit. Ndoshta këtë dikujt kjo i duket çështje naive, mirë, po nuk do të lejojë të zhvillohen reforma të mëtejshme as në administratën shtetërore, as në gjyqësorin, për shkak se nuk do të mundet 2.000 apo 3.000 persona të cilët janë, të themi 30-40.000 votues, rrogat e tyre t'ja dërgojnë në shtëpi nga buxheti shtetëror, të cilin ne gjithë së bashku po e paguajmë. Ata të cilët do të provojnë këto gjëra të ndryshojnë, për shembull gjyqësorin ose gjyqin qytetar civil, kur e të përmendi kush diçka për korrupsion, të partë të BDI-s me njerë do të jenë të adresuar për kërcënim. Me njerë do të marrin rastin, ja japin atij cili don dhe ai me njerë do të bëjë kërcënim. Rast, reforma, në fakt, një aferë e madhe, skandaloze në Maqedoni, ishte Telekomi në vetë fillimin. Në të tje u bëzgjerim, por ky rast fatkeqësisht po i përmend këto gjëra, për shkak se nëse bëhet një hap para që të zgjidhen këto probleme, në rregull, mirë, por nëse nuk ndërmirë atëherë s'ka ofema. Nëse do të bëjnë ndryshime, do të bëjnë ndryshime të mëdha, për shkak se duhet nuk gjeti fuqi. Po edhe kur ju ulën për 3 herë votat në zgjedhjet e fundit, që ti më njanohe vetën, po edhe tjetra tjerë, kam shkruar për këtë. Ata do të jenë frenat e tanishme, por do të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Shumë gjëra të ngjashme ju pëlqejnë edhe atyre 8 deputetëve nga VMRO-ja që u ndanë. Ashtu që shumë rëndë është që çfarë do reforme të kalojnë në kuvend nëse i prek pozitat e tyre, për shkak se kjo do të thotë se kjo paraqet shkatrim
shkurtër, gjithë do të jemi dëshmitar, për shkak se ka simptome të tilla për çën do reforme, din ministresha për punë dhe çështje sociale se ku preket dhe nga vjen rezistenca. Këto janë ato rreziqet reale të cilët në vitin shumë ose qërja dhëmë, në cilën do drejtim të zgjedhjes ose hapjes së këtyre çështjeve, do të hasin dhe po hasin në rezistencë. Dhe e dyta, desha të shfrytësoj momentin, pasi që këtu është edhe ambasadori, këtë abuzim nga ana e liderëve partijak shqiptar në takimet me përfaqësuesit të huaj, posaçërisht ambasadorët, të cilët shkojnë në rishistë të vogël e pastaj kuptohet edhe ata ndrohen. Partia me njëherë shfrytëzon atë për qëllim të propagandës. Dhe kemi raporte të gjata se çfarë lideri ka thënë ambasadorit. Shembull do e marr këtë rastin e ambasadorit prezent. Do të flasin gjithçka në detaj për të thënë atë mirë, po asnjëherë nuk flasin për atë se çfarë ambasadori ka thënë. 5 apo më shumë vite këtu ishte ambasadori i Bashkimit Evropian, ai mbeti kohë të gjatë, pothuajse 6 vite, sa më duket. Dhe mbështette. Do të dilte me një anons se po në mbështet ambasadori dhe që në fund, në vitin 2014, të dalë personi i njëjtë, Ervan Fuere, në kongresin e tyre dhe të parashtrojë pyetje. Isha prezent. Zotri, më tregoni se çfarë ju keni arritur tërkohës që jeni në qeveri. Mirë po nuk isha mundësi t'i përgjigjem. Por jo ambasador, pse nuk keni treguar deri tani se ata nuk po bëjnë asgjë? Por bëjnë dëm. Kur e kryt mandatin, tani po e parashtrojnë si pyetje. Qëllimi im ishte edhe përfaqësuesit e huaj, qoftë ambasador ose tjerët që vinë këtu, të dinë se në çfarë mënyrë përvide partitë politike, posaçërisht BDI-ja që është në qeveri, i abuzon takimit e tyre me të huaj. Po, ka takim mirë, po do të dalim edhe do të tregojmë gjithçka që është thënë, ose nuk do të flasim për asgjë për shkak se është sekret. Këtë që tani e thash me qëllim se në muajt e ardhshëm do të jemi dëshmitar, për shkak se në zgjedhja me siguri në parakohshme nuk do të ketë shqyrë Zotit, ashtu që le të jetë një vit ekonomik, por me masat e deritanishme të ndërmarra nga kjo qeveri, nuk shoh se do të ketë rezultate që të ringjallet pak ekonomia. Pa mërë parasysh, edhe antarësimi në NATO nuk do të na zgjedh problemet, edhe Shqipëria është në NATO. Është në rëndësi të jemi pjesë në NATO, por gjendjet në Shqipëri po ashtu janë të njëjta, edhe me korrupsionin, por jo vetëm që nuk është bën një hap më tutje, por ende jemi prezent dhe dëshmitar të aferave politike dhe financiare. Duket se ballafaqimi do të vazhdojë rënd dhe në fund do të citoj kryetaren e re të Departamentit Antikorrupsionit në Maqedoni, e cila pritet shumë, ajo tha se janë ekspert, unë nuk se ti ku konfirmojnë ekspert të antikorrupsionit në Maqedoni, por në befasoi doli dhe tha se hapi i parë do të jetë ballafaqimi me sfidat për zgjedhjet presidenciale. I thash, jeni dëshmitar, dëgjoni për sjelljen korruptive të antarëve të kësaj qeverie, ju tani po anonconi se hapi i parë do të jetë sfida me zgjedhjet presidenciale, kise me njerë pedini se do të fillojë me njerë do të fillojnë gjëja korruptive. Do të them një anekdot të cilën shpeshherë
mësoj për tema të ngjashme dhe ka të bëjmë me negociatat për pace mes Izraelit dhe Palestinës në 95-ën kur negociuesit Bekat dhe Shimon Peres në atë kohë, Yitzhak Rabin dhe Arafat ishin në udhëheqësit, mirë po këta ishin negociatorët, ishte pas një bisedë para nënshkrimit dhe njëri thotë e dini pse kemi mbledh nga juve kaq shumë, nuk e di se cili kujt. Dhe ana tjetër ai tjetri thotë pse? Po për shkak se na përkujtojnë në neve. Prandaj mendoj se kjo reflektohet edhe te ne, pa marrë parasysh është në bazë etnike ose partijake, vëmrë në LSDM ose shqiptarët me Maqedonasit, dhe besoj se në tutje duhet të tejkalohet kjo dhe të kuptojmë se sa jemi të ngjashëm dhe se kjo është pse kështu po zhvillojnë gjëra. Por tani më ranë mend se këtë e kam thënë në një prej intervistave nga Civili, nuk duhet po ashtu të presim se të huajt do na i bojnë këto ndryshime. Pra ndryshime duhet të fillojnë dhe të mbarojnë me neve dhe ne t'i bëjmë ato ndryshime. Dhe mendoj se për kohë të shkurtër do të ballafaqohemi me këtë. Mendoj se dita e djeshme ishte një prej treguesve se gjatë referendumit pothuajse s'kishte kush nuk erdhe të treguese marrëveshja ishte e mirë. E dje gjatë ngritjes së flamurit të NATO-s nuk pash fytyra të njohura nga anëtarët e NATO-s dhe aleancat, shtetet të aleancës të tregojnë se do të jenë këtu së bashku me neve. Më vjen mirë se këtu është ambasadori i Gjermanisë që ta konfirmoi atë, por e njëjtë ta konfirmojmë se atë që e thash atëherë mbetet, pra vetë duhet të kryejmë punët tona e jo të presim se dikush tjetër do na i zgjidhë problemet. Dhe se do në shtytje në drejtim po, do të në ndihmojnë, do të jenë prezent, për ndryshime do të duhet vetë t'i bëjmë. Dhe të mbyll këta si ndërlidhje me vetë marrëveshjen e prespas për të cilën nuk është fshehtësi se unë jam një nga kundërshtarët ose kritik, por konsideroj se është mirë që arrit. Ka shumë gjëra që nuk më pëlqejnë mirë, po konsideroj se është mirë se kaloj. Jurova njerëzve të cilëve ndihmua procesin, së paku e kaluam atë barierë psikologjike dhe mendoj se tani do të ballafaqohemi me gjëra të cilat për të cilat fola, po është në rregull që e arritëm në këtë fazë, por tani na mbetet neve që t'i bëjmë të gjitha reformat dhe ndryshimet e nevojshme dhe lëvizjet ndaj Bashkimit Evropian, edhe pse me këtë optimizëm të informuar është një çështje e mirë, është që do të jemi antar të NATO-s, por çështja është nëse do ishte edhe më mirë të jemi antar të Bashkimit Evropian, por nuk do të mund të jemi tani për tani. Nga perspektiva ekonomike, më së miri do të ishte të jemi antar të NATO-s e jashtë Bashkimit Evropian për shkak se numrat, shifrat ashtu tregojnë. Po tani kemi marrëveshjen dhe në dorë së paku në një dorë doja të shfrytëzojmë që në plan ekonomik të lëvizin që të ketë investime, të ketë më shumë punësime dhe të ndalim së paku largimin e njerëzve nga Maqedonia, edhe pse ky është një proces që nuk mund të ndalohet, por të ndihmojë në ndryshimin e sistemit të vlerësimit, diçka që biznesuesit më parë më thanë, pra diçka që kemi provuar me vite, ta provojmë tani, pra të ndryshojmë sistemin që të realitet në Maqedoni, pastaj perspektivat do të jenë me siguri më të mira. Derisa është kështu, si tha profesoresha Najçeska dhe zotria Heredini, dhe si që po shohin, si po lëvizin gjërat, rëndë është që të flasim për perspektiva më të ndryshme ose në avancim deri në qasje në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Deklarata ime ishte dhënë në një ditë shumë të rëndë për gjithë juristët, për gjithë lojtarët dhe
të drejtave të njerëzit për shkak se atëherë u shpall ligji për amnestion dhe isha shumë real përgjendjen, por jo se diçka u ndryshua sot. Pra, besoj se në 18 dhjetor ishte një konferencë në afërsitë të Beogradit, ishte shtunë kur filluan protestet në Beograd. Kur diçi që është stop të këmishëve me gjak, gratë ishin të veshura në tesha të zeza. Kjo është një organizatë që ekziston prej vitit në 90, e cila me aktivizëm të jodhunshëm, të padhunshëm, tregon qëndrimin e vetë ndaj situata në Ballkan ose të ish vendeve të Jugosllavisë, si në Kroaci, Serbi, Bosnia, në Kosovë. Edhe pse ishim të fokusuar në seminarin, ata presidenti në rrjedhjet në Beograd kishin dëshirë të jenë pjesë të proteste, kur ju tregova nga Maqedonia, për shkak se sipas emrit dhe mbi emrit menduan se jam prej atje. Në pauzën e ardhshme të gjithë erdhën rreth mua dhe fillon të më pyesin se çfarë është gjendja në Maqedoni. Ishte shpresë një ciznë të tyre, për shkak se ata tik tani po fillojnë me ndryshime për të cilat po luftojnë. Pra, nuk di prej ku të filloi desha të mbështeti, për shkak se protestet ishin të organizuara çdo të shtunë, si që edhe sot e kësaj dite, po ndodhen në ambasë Serbisë. Ju tregova se luta dhe ndryshimet do të jenë të ngatashme, por nuk dohet të tërhiqen as pas proteste të para, as të 10, as pas të 30, për të mbesin në linjenje dhe të mos heqin dorë nga lufta. Edhe pse ai frymëzi që është mbi Serbi është me të vërtetë komplikuar. Unë do ishte prapë se prapë t'ju jap pak shpresë, ju tregova nëse çfarë janë rrethana në lidhje me luftën të drejtave për të drejtat e grave ku ratifikuar edhe konventi i Istanbulit, ishin me të vërtetë të Istanbulit me të vërtetë ishin të gëzuar. Prova t'ju jap një pikturë optimistike, për shkak se ti filloni protestat në dimër nuk është lehtë. Pra, ja kemi pranverën arabike, la filloi në pranverë. Edhe tani filloi në dimër, mirë, po kishim një optimizëm të madh. Ju tha se duhet televizin ngadalë, pa marrë parasysh sa do të jetë rënd, por mos të ndalin, asnjëherë mos të frenojnë. Aty e kuptova edhe vetën se as unë nuk duhet të ndalë punën tim. Xhabiri më prezantoi si një luftar për drejtat e migrantëve, një gjë të cilën e kam vendosur për vetë prej ditëve të studimit të fakultetit juridik për ndihmën migrantëve dhe të larguarve për një luftë të vogël të cilën ne shihim kishim mundësi që të mbështesim ata që nuk janë pjesë të shoqërisë tonë. Atëherë kuptova se po ballafaqohemi me një tragjedi të madhe në atë moment ku humaniteti ishte shumë rënd gjendet, kishim ndjenje negative, por kuptuam se humaniteti është një oqean i gjerë dhe gjitha ndryshime paraqitet negative, provuam që të mos e ndytin njerëzin tonë dhe shpresuam se njerëzia do të mbiluftohet. Edhe pse është rënd të bisedohet para se të dalë, folja me profesoreshën Najçevska, folëm se shpesh po lexojnë në rrjetet sociale dhe qasin pesimistike, ata po provojnë, po marrin një pikturë më të gjerë, edhe po dëshprojnë. Tani është çështja, duhet ju japim një pikturë më optimistike apo pesimistike. Unë besoj se duhet të flasim për gjërat pozitive që po ndodhin në shoqërinë tonë. Ndoshta jemi shumë të përdekuar me politikë, me korrupsion, me mungesën e drejtësisë dhe paligjshmërisë. Kemi një pikturë se nëse një personit po i ndodh diçka, menjëherë po e shohim si një hap pozitiv që po na ndodh. Dhe në fund, ajo që mua më jep fuqi që të kem pak a shumë optimizëm dhe të jap një fjalë ndryshme, vense ajo që ecë brapa është se luta ime, sfida ime në 10 vitet e fundit është tani kuptoj se nuk mund të luftoj kundër gjërave të cilat nuk mund të ndryshojnë. Në fakt, planet nuk mund të ndryshojnë, mentaliteti nuk mund të ndryshojmë. Jetojmë në një Medis, në Çajir,
ku ligji për gjuhë çdo herë ka funksionuar. Duhet të dini shqip nëse duhet të keni lirim ose të kuptojeni më mirë me ashitsin. Thjesht disa gjëra nuk mund t'i ndryshojmë, duhet t'i pranojmë, por nuk guxojmë të humbim energji në gjërat të cilat kemi të qartë se mund t'i ndryshojmë dhe në çfarë mënyrë dhe çfarë momento duhet të luftojmë. Ajo që me të vërtet na duhet është të kemi dituri dhe shkattësi që të njohim gjërat që po na ndodhin në shoqëri. Pra të japim një pikturë reale, konkrete, por njerëzit shpresojnë se t'ju japim edhe solucion si të gjenden në situatën konkrete. Është rënd që të gjejmë klishe për perspektivat ose ndonjë fjali për shpresa thjesht mbylleni në një mikrobot tuaj. Provoni sa që të mundeni dhe ashtu siç mundeni. Faleminderit shumë. Faleminderit, Çabir. Unë do të filloj me atë që profesorisha Neçevska në fillim foljes bashkë me Xhavdet Ajredi, mendoj se me të vërtet problemi më i madh është ajo sjellje në klane, në fise, dhe mendoj se burimi vidani i këtij problemi që po multiplikohet në shoqëri është modeli diçjeror. Thjesht deputetët, ata të cilë qytetarët po i zgjedhin nuk janë të zgjedhur nga qytetarët por nga partiakët. Andaj edhe përgjegjësia e tyre shkon ndaj partisë dhe ndaj udhëheqësit të fisit që do thoshte profesorisha e jo ndaj popullit, për shkak se populli nuk po voton për njerëz ose për deputet, por voton për partit. Partita patën sukses që të absorbojnë ose të thithin të shoqërinë, të pervertojnë dhe të na nxisin neve në gjunjë. Më 30 vite të jetojmë në kushte të tmerrshme të represionit, të nënshmimit, të mos respektimit të drejtës, të drejtësisë, të gjyqësorit të sistemit ligjor. Mendoj se si perspektivë ne si organizata qytetare, edhe pse jo të gjithë merrem me sistemet zgjedhore, por ne nëse nuk fokusohemi, nëse së bashku nuk do të them se në fillim të vitit do e kërkojmë listat e hapura në zgjedhjet e radhës, duam të votojmë për persona konkret, të cilët do të ofrojnë ide konkrete. Prej këtu do të fillohet të shkëmbëzohet në reformat. Para kësaj nuk mund të presë të ketë ndryshime në sistemin, se të ketë ndonjë boost në luftën kundër korrupsionit. Çfarë do ndryshimi? Për shkak se tek ne është dalur para spesha se ku duhet të kërkohet përgjegjësia jo ndaj partit, por ndaj atyre të cilët ju kanë votuar. Dhe për të pasur një farë bazë për ndryshime, kjo është gjë e parë. Gjë e dytë për të cilën dua të flas është ajo deklaratë që përrjedh rregullisht nga intervista ime me civilin. Mendoj se në mënyrë perspektive për këtë vit do të fillojmë parasysh të kemi deklarë të shprehuri të politikanëve dhe të partive, duke thënë se blokada e vëmëros dhe në BDI-s është skandaloze në ligjin për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi. Pse është skandaloze? Për shkak se BDI është një parti e cilën rrënjën e programit të saj janë eurointegrimet. BDI është një parti e cila e mori sektorin e integrimit evropian dhe po e udhëheq në qeverinë e Republikës së Maqedonisë. BDI është një parti e cila në kohën e njëjtë muaj përderisa udhëheq sektorin e integrimeve evropiane në qeverinë e Republikës
Maqedonisë e blokon ligjin I cili është një prej çështjeve kryesore për hapje të negociate për aksesim në Bashkimin Evropian, ose unë jam budalla, ose unë nuk po kuptoj se si mundet një parti që në thelbin e programit të vetë dhe po ju thjeq eurointegrimet të qeverisë, pra I ka gjitha mekanizmat dhe burimet për të na drejtuar pak më tutje në rrugën integruese. Në kohë të njëjtë bllokon një ligj për të cilin Komisioni Evropian thot nuk hapim negociata. Ku është e vërteta këtu? Mendoj se këtë vit do të fillohen pak më shumë të ndjejmë deklarata të rrënjshme dhe dhëniet të rrënjshme ndoshta pak më shumë do I vjerë asaj atij koalicionit të bashkëlur mes VMRO dhe PMNES dhe BDI-s, e cila me siguri bazohet në sistemeve të përbashkëta të tyre, korrupsion, totalitarizëm, populizëm e të tja. Kjo është gjë e dytë që desha të dhe gjë e tretë për të cilën të flas para se të përfundoj, është se ne në fund si një shoqëri do të duhet këtë vit të dekalojmë panikën dhe frikën nga definitiviteti I statusit tonë. Mendoj se në këtë moment tek ne po ndodh një panik. Për shkak se ne 30 vite ndoshta kemi qenë sloven, ndoshta kemi qenë antik. Slav ose antik. Ndoshta duam NATO, ndoshta edhe nuk duam. Ndoshta duam Bashkimin Evropian, e ndoshta vetëm diçka nga Bashkimi Evropian, për shembull, të hollat për gjë tjetër. Në tërkohë, në mënyrë fluide, kishim mundësi që të ekzistojmë dhe na u bë mënyrë e jetës, mënyrë e vetë pranimit dhe veçikimit, që të mos kemi asgjë përfundimtare. Deri tani mundeshim të jemi Republika Maqedonisë ishte Republika Jugoslave, mirë po tani më jemi Republika e Maqedonisë Veriut, pra urime. Tani jemi pra Republika e Maqedonisë Veriut, po bëhemi pjesë e NATO-s dhe të shpresojmë se të kemi negociata dhe të mund të lëvizemi ka Bashkimit Evropian dhe kjo nënkupton një status definitiv të këtij kolektivi të kësaj shoqërie dhe kemi panik dhe frikë nga kjo për shkak se nuk duam ende të theksojmë se kush jemi, çfarë jemi dhe ku jemi të drejtuar. Mirë, po e kemi patjetër dhe mendoj se tani është momenti për diçka të tillë. Faleminderit. Nderuar zonja dhe zotëri, kam der të jem pjesë e kësaj konference. Mendoj se nuk është hera që t'ju urojmë njëri tjetrit për shkak se dëgjuam. Urojmë atyre të më suksesshme që të ndërsojmë vendin në NATO, por duhet edhe që njëri tjetrit t'ju urojmë dhe mendoj se nuk është hera që të bëhet kjo gjë kuptohet. Tani na pret edhe rruga ndaj integrimit në Bashkimin Evropian dhe gjitha këto dhe harmonizime administrative, jo se nuk pajtojmë se kemi ato kapacitete dhe se të gjithë tim se do e vidojmë ndihmën e nevojshme. Mendoj se kjo është sfida ynë më e madhe. Në mënyrë normative, realisht nuk kemi probleme më të mëdha. Sfida ynë më e madhe është në atë se nuk zbatoheshin ato norma. Pse është kjo kështu? Unë edhe në raste tjera, edhe në përditshmërinë, po edhe sot kishim mendime të kundërshtuara dhe argumentimi ishte çdo herë e drejtuar në theksimin e gabimeve të huaja ose vendimeve të gabimta e më tutje.
por konsideroj se kjo të pjesë duhet të ndryshohet. Çfarë duhet të them? Duhet të them se ne më mirë do kuptoheshim nëse ulemi dhe i pranojmë gabimet dhe hapat tona të gabimshme që nuk duhet të jenë personale, çdo herë që të krijojmë kushte ku në mënyrë më të sinqertë dhe pa bara ti vojmë brengat tona në krijimin e atij mosbesimi qoftë mes njerëzve, po edhe mes partive, e tani në këtë ngjarje dua të theksoj në atë besim të pamajaftueshëm interetnik. Tani do shkëmbej një shembull nga përvoja ime personale, nga përditshmëria ime. Para disa muajsh vendosa dhe kisha sukses i vendosur për shëndetin tim që të humb 10 kilogram. Nëse të intereson se si, do të tregoj ose do t'ju tregoj dhe atë me kënaqësi. Dhe pas kësaj mbeta pa garderobën përkatëse, për shkak se nuk më pagueshte që ta ripërtrej, shkova te një rrobaqepës ti korrigjoj të vjetrat. Zgjodha një zotëri në moshë i cili me vet pamjen e tim dhe një besim të duke i kryer ato matje të nevojshme në një bisedë të palidhur, i tha se jam nga Tetova, që me siguri e nxiti i zotriun që të shkëmbej brengën e tij se ja shqiptarët na morën kodrën e diellit. Kuptohet, nuk tha se unë jam një prej tyre i cili në fakt e ka marrë kodrën e diellit, por hynë në një debat të shkurtër të argumentuar ku në tutje në fund u pajtuam se prapse prapa s'kush i ka marrën për shkak se s'ka ku ta çojë. Mendoj se në debati i tillë do ishte shumë e dobishme edhe për profesorët që organizojnë bojkotin në shkollën e mesme të kimisë, por s'ka njerëz pa gabime. Gjithë ne gabojmë. Ja nga aspekti një shqiptarit, do të them, është besimi im, është gabim, ndoshta jo çdo një do të pajtohet, do të them se ne duhet të fillojmë me këtë qasje prej së pak momentit të pavarësisë të vitit 1991. Konsideroj se ishte një vendim i gabimshëm politik mosdalja e shqiptarëve të votojnë në referendumin për ndarje të maqedonisë nga Jugoslavia. Për shkak të pjesës pyetjes e cila nuk kuptonte në atë kohë një aleancë të mëtejshme me ndonjë republikë të ish Jugoslave, mos duke pa faktin se në atë kohë ishim antar të kësaj aleance. E tani është edhe fëmijë verior. Kuptohet se kjo nuk ishte çështje vetme për insistimin e politikanëve maqedonas nga ajo kohë që kushtetuta të jetë e shkruar mbi parimin e ekskluzivitetit etnik. Por në kohë të njëjtë jam shumë i sigurt se ka ndikuar në nxitjen e mosbesimit. Kjo konsideroj se është e rëndësishme që të jetë promovuar edhe nga strukturat më të larta partijake, zyrtar shtetëror, po dhe gjithë aktorët të cilët ndikojnë në krijimin e vendimit
publik, për shkak se vetëm në atë mënyrë do të kemi mundësi në mënyrë më të mirë të kuptojmë pozitën e qytetarit, për qytetarit, atë që ato e shqetëson, atë që nuk e ka të qartë ose i jep ndonjë piktor të pa qartë për ardhmërinë. Vetëm në atë mënyrë mendoj se do të ngrisim nivelin e besimit të përbashkët, për shkak se vetëm në atë mënyrë shoqëria do të na jetë e përgatitur edhe për familjen e madhe evropiane. Ne nuk guxojmë të lejojmë mos pajtimet tona nga masat tona, nga tavollat tona, shtëpitë tona, institucione dhe atë debat nga forumet vetëm të përcjellëm në Bruksel. Mendoj se kjo duhet përkatësisht e sensibilizuar deri në fund dhe kuptohet ato që ndikojnë në krijimin e mendimit publik kanë edhe përgjegjësinë më të lartë. Vetëm në atë mënyrë do të krijojmë një shoqëri të shëndet të qytetarëve real, të besueshëm, për shkak se nuk është e pranueshme me fjalë të buta, pra nuk është korrekte që sfidat e arritja e sfidave të veçanta etnike të një grupi të vetëm në funksion të plotësimit të drejtësve të tjera kombëtare, duhet të gjejmë mënyrë që të bashkëpunojmë, së paku të kohabitojmë ose të bashkëjetojmë. Pra kjo do të ishte një prej mesazheve të mia deri te gjithë aktorët që ka të bëjë me perspektivat dhe atë që ne mund të ndryshojmë. Faleminderit për vëmendjen. Zgjedhjet e thënave në këtë periudhë debat, nuk e di se çfarë gjë do shtohet, mirë po do të lidheshë në atë të fundit, përgjigjet presidenciale. Më shumë më duket se do të ndodhe ndonjë ndërregjistrim i popullatës vend se zgjedhje presidenciale, për shkak se pam se edhe Hamdi Bajrami do të kandidohet për kryetar. Po shohim se ka disa anonca nga shqiptarët edhe nga maqedonasit e tani do të dalë çdo njeri do të votojë për të vetin e pa marrë parasysh se çfarë është konkurenti. Pra kjo do jetë në një farë mënyrë regjistrim. Sa jemi, sa do në mbështesin mua, sa do ju mbështesin juve. Pra, në fund të fundit, ne nuk po zgjedhim kryetar të Këshillit të vendbanimit, por kryetar të vendit, por ne jetojmë në një shoqëri ku vendset ulet nacionalizmi në periudhën e fundit, po duket se po rritet gjithë më shumë dhe vendset të flasim për çështje elementare dhe probleme. Ne gjitha po i shikojmë ka aspekti etnik. Tani do jap një shembull si çfarë ndodhi në Shudorrizare ku bë një rrafje, ku kishte një sër mediave ku romët kanë rrafur dy policë shqiptarë. Ishte domosdoshme të theksohet kombi i policëve, po edhe të atyre të cilët kanë rrafur. Po në kohë të njëjtë mediat nuk ju pëlqen kur në mediat maqedonase shkruhet policia e arrestoi një person i cili kishte 1 kg drogë me veti. Çfarë po ndodh? Do të thënë media do të kenë një përgjegjësi shumë të madhe për atë se në çfarë drejtim do të ecë shteti. A do të kemi qëndrime të cilat do të zgjohet dhe do të ushqehet nacionalizmi apo do t'i jepet fund. Para disa ditëve kishte një organizat jo qeveritare komike për mbështetjen e vlerave familjare, diçka e ngjashme, nuk më bie me sakt. Njerëzit e njëjtë janë të njëjtët të cilët luftojnë për mbrojtjen e të drejtave familjare, të cilët nuk do të lejojnë të ketë martesa të gjinës së njëjtë dhe i mësojnë familje që t'i urrejnë personat të cilët janë homoseksuale ose i mbështesin martesat të gjinës së njëjtë. Pra ne jam e çfarë po ballafaqohemi, mos të flasim për çfarë
thelbore. Tani do I rikthejmë sirkuziadës Romëve që po ndodh tani, nuk mund të gjejë ndonjë titull tjetër, vetëm se të them që është një sirkus. Ky fjalimi im nuk do të I transmeton në asnjë medium. Po të dilte Hamdio të flet, atëherë do të ishte I transmetuar në 100 mediave, për shkak se ai do ishte qesharak, do ishte Coca-Cola ose në sistem elastik, mirë po është për një sirkuziadë mediatike dhe nuk do të transmetoj është asgjë thelbësore. Ai s'ka bërë asgjë pozitive për Romët ose ndonjë politikan tjetër Rom. Në fakt, tani do të kemi një kryetar I cili do të shprehet me ti mbyllë gojën. E tani kemi një situatë ku liderët Rom se sfidojnë në vitin 2018 ja avancojnë jetën e Romëve. Ata ishin vetëm personat të cilët klikojnë në tasterët gjatë votimeve në Kovend. Kishim 3 herë ndryshimet të ministrit para resori I cili është I verbër. Nuk dim se çfarë ka punuar në vitin 2018 dhe tani kemi edhe 2 muaj të vitit 2019 e nuk e dim asgjë se si duket ky person. Do kthehesh me një mendim pozitiv se tani nuk po ikin nga vendi për shkak se nuk po punësohen në institucione shtetërore. Nëse kjo ishte statistika e fundit ose zbulimi I disa ministrave dhe politikanëve. Të rinjt po ikin nga vendi për shkak se kuadri cilësor nuk po punësohet aty ku duhet. Por dikush I cili për shkak të lidhjeve familjare do të punësohet në ndonjë pozitë të përcaktuar. Jo, nuk them se ata persona duhet të mbesin rrugëve. E ata janë fëmijë, në qofshin edhe të ministrave të funksionerëve dhe duhet të punësojnë. Por të jetë të them në një farë mënyrë ose të komentoj u teprua pak me gazetarin. Unë do them pak u teprua me transparencën. Mos u bëni jashtë transparent, përse pak mos të dëgjojmë çdo ditë se fëmia ndonjë politikani të shtyi punësuar në ndonjë institucion shtetëror. Se pak u do them më pak. Nuk e di, nuk do të më bëjë që të mendoj pak më pozitivisht si njeri I ri se duhet të iki, ta marrë biletin në drejtim, ta marrë pasaportën dhe të iki nga vendi. Faleminderit. Vetëm dua në një formë telegrafike të kaloj në mbi disa pika për të cilat shpresoj se për shkak se kemi mundësi që të debatojmë, të bisedojmë dhe të polemisojmë në gjatë këtij viti e gjithë me qëllim që të avancojmë atmosferën demokratike e Republikës e Maqedonisë Veriore, të përmirësojmë gjendjen në këtë vend ku shohim se shumë gjëra të ngjashme janë ende të ngjashme ose të njëjta. Pra, gjitha ka mundësi të lërduar. Pa edhe ata që ishin në balë të këtyre procese, por edhe ato që janë të përfshira në këtë shoqëri ku civili u bashkangjit një procesit historik, një proces ku në të sin shkruan para premieri grek dhe për shkak se është me të vërtet një proces I komplikuar dhe një konflikt I pakuptimshëm mes dy vendeve fqinje dhe në këtë mënyrë me të vërtet të dy persona e merituan nominimin për shpërblimin Nobel për paqe. Mirë po ka dhe fitues tjerë edhe konsideroj se këta dy nëse fitojnë këtë shpërblim edhe do ta kenë të merituar. Se prapti të kthehemi pak në drejt tona, ku ka pak për të uruar dhe për të kësuar, përse prap kishim një probleme zgjedhjen e antarëve të Komisionit për rëndalim të korupcionit, pam disa modalitete të parapara me ligjin në luftë kundër korupcionit dhe vazhdim të
Partisë të Përbashkët në përgjedhjen e komisioneve, mirë po më falni, këtu do ndalesha me komplimentet për shkak se ende konsideroj se ligji për ndalje të korrupsionit ka mungesa të serioze dhe vetë procesi i zgjedhjes është i ri, është interesant dhe premton një gjykim objektiv ose zgjedhje objektive, por kuptohet kisha thënë manipulatorët maestralë të cilët kishin mundësi nëse nuk arritën më deri tani të hyjnë edhe në atë proces, por diçka të tillë mbetet të shohim në disa javët e ardhshme që të shohim e kam bërë. Gjithsesi Agjenzia për parandalim e korrupsionit dhe do i dëshiroj edhe sekretariati të përgjithshëm të këtij institucioni që dëshiroj shumë suksese në punë edhe kam të qartë se kanë shumë punë si që mund të paramendojnë edhe në ëndrat e tyre më të ashpra, por kuptohet jam dua që në luftë kundër të kyçur më shumë individa, entitete, grupe, organizata e tjera në këtë luftë kundër korrupsionit. Kuptoj, do të pajtojmë këtu me profesoreshën Najčevska, e lirë nga korrupsioni ku se më të përgjithshëm janë institucionet. Pritet nga institucionet të ballafaqohen me korrupsionin në një farë mënyrë të ndryshme krahas me atë çfarë ka ndodhur tani, pra të vazhdojnë me punën e tyre. Ajo është që institucionet tona janë në fund të korruptuara. Krijuara nga njerëz, po sjellën në mënyrë të korruptuar edhe në institucionet, po edhe në ato grupimet elitiste në vend. Dua të them se me arritje e kësaj qeverie po vim në një koncepti të një shoqërie për të gjithë, një koncept i cili me të vërtet është i ri për Ballkanin, një koncept i cili mundet më që dënim të nxjerrë në majën në rajonit, po edhe më qarë, që ta kryojë në lider, i si do të ofrohe një model efikas të suksesshëm dhe të mirë se si një shoqëri duhet dhe mund të funksionohe, për shkak se me të vërtetë edhe mundet, por fatkeqësisht kapacitetet e konceptet të cilat po zbatohen ose të ftuar që t'i zbatojnë të njëjtat. Si që dëgjuam edhe qytetarët duhet të jenë pjesë të këtij koncepti, pra kishim një shembull të bukur nga bashkëbiseduesja Liti dhe disa shembuj të mira nga kolega Dekrani, por edhe më parë në këtë moment kemi koncept për një shoqëri për të gjithë komunitetet etnike. Ose edhe më mirë të kemi një koncept të një shoqërie për të gjithë grupacione etnopartiake ku konceptet e tyre nacionaliste po i plasojnë në diskursin publik që të fitojnë fuqi dhe të holla. Dhe fuqi. Dhe kjo është një gjendje në të cilën ku ne nuk mund të pranojmë atë inercione, atë institucione të cilët në mënyrë deklarative po e promovojnë konceptin dhe pastaj kthehen praksave të vjetra. Në fund të fundit, shok dhe shoqe, është ajo. Koncepti një shoqëri për të gjithë e pam se si funksionon lajë në ditët kur kjo gjatë revolucioni i Raman, pastaj kishte protestoj në stop për brutalitetin e policisë dhe shumë proteste të tjera dhe format e ndryshme të pakënaqësisë të revoltit kundër regjimit të Gruevskit, i cili me sukses
ku vetëm në një rast ishte i si fashist. Ne nuk mund të pranojmë tutje ta kemi koncepte të cilët na kthejnë mbrapa në dhomën e parë, ku planifikohen gjërat e më para kësaj të kishim pas përvoja të shkëlqyeshme në lidhje me këtë. Sidoqoftë, pam shembuj të bukur se mund të bëhet diçka në një sistem të rënd dhe të ashpër si që është i të drejtës sociale, sistem ku rregullohet edhe puna e më tutje. Pra pam një sfidë serioze dhe në hapet e institucionalizimit dhe ka bjen qëndrime specifike ku shteti po kujdeset në thojsa për personat me nevoja të veçanta, me pengesën zhvillime më tutje, pam edhe hapa të mira pozitive aty, pam edhe masa të mira, pam se kjo edhe mundet të ndodhë, dhe kuptohet kjo gjithë neve në rikujtojnë në civil për diçka që para 20 viteve kemi promovuar edhe në vitin 2000 në sfidat tona që do punojmë me institucionin dhe përdoruesit ose shfrytëzuesit për në repartin të veçantë të mirëkapi. Gjitha këto janë pak a shumë shembuj të mirë për avancimin e pozitës ndërkombëtare, për të kalimin e kuptimeve, pra mund të shtrëngojmë dhëmbët dhe të krijojmë një institucion që si që është njësia për ndalim të korupcionit, pastaj praktika pozitive të punës së Ministrisë çështjes së punës dhe politikës sociale, po edhe në nivel lokal mund të shohim shembuj pozitiv të mira të një dy prefekt të qyteteve në nivel lokal mirë, po gjithë kjo fatkeqësisht na rikujton se çdo shembull i bukur tregon se ka pas mundësi nuk është punuar dhe në këtë kuptim konsideroj se nacionalizmi me të vërtet është në rritje, por përdoret në mënyrë më të shkallëtë, më panjerësore si një mjet për para dhe për fuqi, si mjet që të krijohet një pozitë sa më e mirë në negociatat me atë i cili po e udhëheq qeverisjen në nivel lokal dhe qendror. Dhe asgjë tjetër. Nuk janë ata patriotë të vërtet, personat të cilat promovojnë komora gazi ose nacionalizm ose urrejtje, pra e dimi që ne kemi gjithë argumentet që ta përcaktojmë atë se këto janë persona të cilat vetëm duan më shumë fuqi dhe më shumë para. Korrupsioni në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka rënje të tilla në shoqëri që është shumë rëndë ta ballafaqohemi me atë posaçërisht për shkak se është e dukshme se ata që janë në qeveri nuk kanë mjaft për kushtim për largim nga i sistem të ndërtuar më herët edhe në të 90-tat që vazhdojnë në vitet e 2000 dhe tani po është në këtë dekadë. Nuk ka për kushtim që të fshihet, të shlyhet një sistem i tillë i korruptuar nga sipërfaqja e tokës, por vetëm po merret, po bëhen ndryshime kozmetike. Kjo është realiteti ashpër i cili neve na jep fushë që të konsiderojmë se gjitha këto lëvizje dhe procese në vend ose janë me qëllim të toleruar ose me qëllim të gjeneruar në qendrat e fuqisë, si që është nacionalizmi, korrupsioni politik, mito të votuesve dhe të jemi aktuel, pra, si që janë edhe shumë probleme tjera. Për më së shumti dhe të gjithat, këto janë gjendje të cilat mundësojnë
që të sundojë një sistem në të cilin njerëzit po vdesin ngadalë ose shpejt, por po vdesin falas ose si rezultat i sistemit të keq, të cilin po e sundojnë njerëz të cilët nuk janë kompetent ose të janë të korruptuar. Me këta mendojnë shëndetësinë, ku pothuajse kemi çdo ditë nga një fosh një të vdes, kemi arsimin në të cilin gjerojmë njerëz të rinj, të cilët ose do largohen nëse janë pak më të aftë, ato për shumë pak kohë, e si që dëgjuam për disa ditë në një bisedë, se nuk do të ketë kusht të na voros një ditë, ose janë analfabet funksional dhe janë të ndjeshëm në manipulacione dhe në propagandë të atyre të cilën vetëm dua më shumë fuqi dhe më shumë para se që kanë. Drejtësinë e kërkuam me 3 shkronjt në buzët dhe ato me muaj. Leramanoj është shkupi në vitin 2014, ka pothuajse në çdo vend të rregulluar, ka diçka të fshirë, duke kishte një lëvizje nga qeveria duke hekur kartën para qeverisë dhe pam mënyra të shumta të amnestionit, diçka që e përjetuam në mënyrë shumë të pakëndshme në periudhën e kaluar. Dhe kuptohet, këtu dua të lëdhërohem se me njerëz të ndryshëm, me të cilët në të kaluarën kam thyer fjalë dhe argumentime, po ndjej se ka pak avërsim dhe gjatë pauzës shkurt fola edhe me Këshallskin, i cili në bisedë më tha se sipas tij duhet të largohen nga puna së paku 50-67.000 nga administrata. Thash po, e shkrova këtë në kolumnën time. E të cilën po duket se nuk e kam shpallur pasi që po shkruaj shumë dhe mendoj se problem serioz është administrata në këtë vend dhe nëse qeveri duhet të tregojë përkushtim, atëherë duhet të thejë përgjys. 56-70.000 njerëz duhet të largohen nga shpinaj për shkak se janë tepër që ta durojnë këtë barë. Ata duhet të largohen, kurse qeveria të jetë kreative dhe të ndajë para për programe sociale, rikualifikimin e tyre për sublimimin e bizneseve të reja të tyre, një pjesë për ato ti pensionohe, e më tjera, më tutje. Kjo është vetëm një problem pak më i madh se gjitha tjera që i thash, për shkak se nëse në këtë mënyrë relaksohet vendi, atëherë do të kemi mungesë të luftëve partijake, të ushtrive partijake, të cilët do të kenë detyrë për të votuar vetëm për një parti politike. Kurse korrupsioni, padrejtësitë dhe gjitha problemet të një vendi, të një shoqërie fillojnë dhe mbarojnë me procese zgjedhore. Diçka që kemi të tepërta në këtë vend. Për vitin 2019, presë të kemi ndoshta edhe një proces zgjedhor, për shkak se nëse procesi zgjedhor prezidencial ndëshkon, do të ballafaqohemi edhe me një të tillë pas 6 muajve, e kjo do të jetë një periudhë në të cilën liderët politik pak të fshirë pas paravane të suksesit me NATO-n, me fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian e më tutje, nuk do të ikin sfidët që të krijojnë edhe një cirkus zgjedhor. Dhe në këtë mënyrë mund të kemi zgjedhje të dyfishtat para fundit të vitit, nëse nuk bëhet ndryshime në trendet për të cilat folëm të gjithë ne këto. Po ashtu për këtë vit nuk pres fatkeqësisht avancime as të pikturës që ka të bëjë me korrupsionin, të sundimit korrupsiv dhe skandaleve të cilat po i shohim pothuajse çdo ditë. Dhe nuk kam pritje se koncepti një shoqëri për të gjithë do të vjetoj, por do të jetë një shoqëri për
gjitha komunitetet etnike ose partitë politike dhe cirkuzet politike. Nuk pres ndërtimi i modelit të ri modern klinik do të avancojë pikturën shëndetësore të këtij kombi. Çfarë të kuptojnë në këtë term dhe nuk pres se dikush do të ulet dhe do të rividojë ato libra të çuditshme dhe budallak nga të cilat mësojnë zonësit tonë. Pra pres një mbështetje nga aktivistët, luftarë për të drejtat e njeriut, se të vazhdojnë të entuziashëm dhe të kërkojnë ndryshime serioze nga shoqëria në sjelljen e elitave politike e më së shumti do të kërkojnë disiplinim dhe afërzim dhe asaj që kuptohet një parti normale politike vense të jetë një bledhi kokash të cilët shikojnë vetëm dobi financiare dhe politike nga çdo një prej neve. Faleminderit shumë. Civil Media